Përshëndetje dhe faleminderit që jeni këtu në kanalin Horoskopi Nesër. Këtu është horoskopi i shtunë 3 janar 2026. Dashi. Pritjet mund të shpërblehen, mendoni se çfarë mundeni dhe mund të bëni vërtet. Ju do të përjetoni dashuri në emër të rinovimit total, duke dëbuar të kaluarën. Demi. Nëse sot shihni se dikush në shtëpi nuk është në anën tuaj dhe ka polemika, mos u grinni. Është më mirë të shmangni konfrontimet e drejt për drejta, lërini ujin të kalojnë në ura. Binjakët. Mos i nënvlerësoni takimet dhe emocionet e reja. Fatmirësisht nëse keni kontakte me vendet e huaja. Gaforja. Hapet një skenar që ju shet të ecni në një rrugë mjaft të qetë sot. Perspektiva të reja në dashuri nëse jeni beqar. Luani. Ju nuk jeni dakord me ata që ju rrethojnë dhe rrezikoni të debatoni edhe nëse ju pëlqen ta bëni këtë. Ditë që mund të sjellë disa shkputje, mbyllje të një lidhjeje, por edhe lajme qesharake në një kohë relativisht të shkurtër. Virgjëresha. Sot ju gjej të kënaqur. Në dashuri, ka një vendim të rëndësishëm brenda ditëve. Gjithçka që nuk ja vlen do të mbyllet së shpejti. Peshorja. Në familje ka më shumë qetësi, por në dashuri koha është e shkurtër, ndoshta duhet të merreni me diçka tjetër, me para, me çështje praktike në përgjithësi. Ne kemi nevojë për të bërë plane afatgjata, sonte nuk është e përshtatshme të qëndrojmë në orët e vogla, vonesat. Akrepi. Më shumë kujdes në njohjet e reja, jo të gjithë janë të sinqertë dhe sot mund ta kuptosh. Në çdo rast, ju jeni të pakënaqur me diçka, mendoni se nuk mund të gjeni referencat e duhura, merrni kohën tuaj për tani. Shigjetari. Nëse një njeri nuk ju ka respektuar, ose nëse mendoni se është e nevojshme të ngrini zërin, nuk do të hezitoni të flisni sot. Kushtojini vëmendje formës fizike dhe të ushqyerit tuaj. Ndihmoni veten me mendime pozitive. Planifikoni një udhëtim për ditët e ardhshme të pushimit. Britsjapi. Sot do të keni një ngarkesë shumë të mirë të energjisë. Njoftime. Ujori. Këtu është një ditë e fuqishme, forcë dhe guxim. Në dashuri mund të arrini rezultate të shkëlqyera, edhe duke harruar dikë që ju ka tradhtuar në të kaluarën. Peshqit. Mos e humbni kohën me ankthe të kota, nuk doni të ngatëroheni në histori të gjata. Për disa, një fazë e rimendimit ka filluar. Nëse nuk doni të humbisni horoskopin, regjistrohuni në kanalin dhe aktivizoni njoftimet. Kalofshi një mbrëmje të mirë.